Më shumë se nën, më shumë se bashkëshorte, gruaja që kërkoi barazi në kohë patriarkati. Shaqe Çoba, e lindur me mbiemrin Shiroka në qytetin historik të Shkodrës në vitin 1875. Përfaqëson një nga figurat më të rëndësishme të lëvizjes feministe dhe të përpjekjeve për emancipimin e gruas shqiptare në fillim të shekullit 20. E rritur në një familje qytetare dhe me kulturë, në një mjedis që nxite edukimin dhe përfshirjen në çështjet publike. Ajo ju përkushtua formimit të saj intelektual në një kohë kur arsimimi i grave ishte ende i kufizuar dhe i paragjykuar nga normat tradicionale. Shkollimi i saj në një institut në Zagreb, atëherë pjesë e perandorisë austro-hungareze, dhe më pas përpjekja për të ndjekur shkollimin në Venecia të Italisë, tregojnë për vizionin europian dhe largpamësinë e një gruaje që synonte të kishte një rol të ndërgjegjshëm në jetën sociale e kombëtare të vendit të saj. Pikërisht gjatë udhëtimit drejt Italisë, ajo njohu dot Çobën, me të cilin krijoi familje dhe solli në jetë një djalë, duke përmbushur kështu edhe dimensionin e saj si nën dhe bashkëshorte. Pa u shkputur kurrë nga misioni i saj më i gjerë shoqëror. Në një nga periudhat më të vështira për Shqipërinë, kur kufit e sapo formuar të shtetit shqiptar rrezikoheshin nga ndërhyrjet jugoslave në veri, Shaqe Çoba u angazhua me forcë në mbrojtjen e Atë-Dhellë, duke marrë një rol udhëheqës në mobilizimin e grave në Shkodër. Më 3 gusht 1920 ajo themeloi organizatën Gruaja Shqiptare, një shoqatë e përbërë nga gra të shtresave të larta të qytetit, që kishin mundësinë dhe përgatitjen për të ndikuar në opinionin publik dhe për të kontribuar në jetën politike e shoqërore. Organizata kishte një mision të dyfishtë, së pari, mbështetjen e ushtrisë kombëtare shqiptare që përballonte ofensivën jugoslave në veri të vendit dhe, së dyti, promovimin e emancipimit të gruas shqiptare në një shoqëri ende të dominuar nga mentalitete patriarkale. Kjo shoqatë shërbeu si një tribun për përfshirjen aktive të grave në jetën publike, në një kohë kur zëri i tyre ishte i mbytur ose i injoruar. Për të forcuar ndikimin e saj, organizata nxori një revistë me të njëjtin emër, Gruaja Shqiptare, e cila luajti një rol të rëndësishëm në informimin dhe vetëdijesimin e opinionit publik mbi çështjet që lidheshin me të drejtat dhe përgjegjësitë e grave. Revista përmbante artikuj që diskutonin për rolin e gruas në familje dhe shoqëri, për rëndësinë e edukimit, për barazinë dhe kontributin e femrës në ndërtimin e një kombi të qytetëruar. Gjithashtu, në faqet e saj publikoheshin listat e emrave të donatorëve dhe shumave të dhëna për të nxitur solidaritetin dhe ndihmën ndaj familjeve të ushtarëve dhe vetë luftëtarëve që mbronin integritetin territorial të vendit. Kjo iniciativë i dha grave një rol të ri dhe konkret në jetën publike, duke i vendosur ato si aktore të drejtpërdrejta të proceseve kombëtare. Megjithatë, revista, ndonse me ndikim, nuk pati një jetë të gjatë dhe u mbyll në korrik të vitit 1921, ndoshta për shkak të presioneve politike, mungesës së mbështetjes institucionale ose vështirësive ekonomike që përjetonte vendi në atë kohë. Kontributi i Shaqe Çobës nuk u harrua, megjithse për dekada figura e saj dhe e shumë grave të tjera të kësaj periudhe u la në harres nga historiografia zyrtare. Në nëntor të vitit 2002, me rastin e 90 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu, e nderoi atë me urdhrin Naim Frashëri, si një shenjë vlerësimi për kontributin e saj në mbrojtjen e integritetit territorial të Shqipërisë dhe në përpjekjet për emancipimin e gruas shqiptare. Ky vlerësim erdhi si një ripohim institucional i rolit të grave në historinë e shtetformimit shqiptar dhe një dëshmi e rëndësishme për të mos lënë në heshtje kontributet e tyre të çmuara. Shaqe Çoba, e cila u nda nga jeta në vitin 1954, përfaqëson një model të rrallë gruaje që e jetoi jetën e saj në funksion të idealeve të mëdha. Ajo ishte më shumë se sa një grua e një familje të njohur. Ishte një zë i fuqishëm për barazi, drejtësi dhe përparim, një grua që nuk u mjaftua me rolin tradicional, por guxoi të sfidojë normat dhe të ngrejë zërin në një shoqëri të mbyllur ndaj grave. Vepra e saj mbetet sot një burim frymëzimi për brezat e rinj, për gratë dhe vajzat që kërkojnë të ndërtojnë një shoqëri më të barabartë, më të drejtë dhe më të vetëdijshme për historinë dhe për kushtimin e grave shqiptare ndaj kombit. Figura e saj është një gur themeli në historinë e feminizmit shqiptar dhe një simbol i palkundur i ndërthurjes mes dashurisë për Atë-Dhellën dhe luftës për të drejtat e njeriut.